Policia e Shkodrës ka arrestuar 57-vjeçarin Brendon Saporito, i cili dyshohet se është autori i vrasjes së partneres së tij, Sandra Saporito, 54-vjeçare. Krimi ndodhi mëngjesin e së premtes në një banesë të marrë qira në Shkodër. Në njoftimin për shtyp të policisë zbardhet edhe akuza e ngritur ndaj 57-vjeçarit, mbi të cilin rëndon vepra penale e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, pasi në datën 2 maj në lagjën Vasil Shanto në një banesë të marrë qira dyshohet se në gjendje të dehur për motive të dobta, ka dhunuar e goditur me sënde të forta e më pas edhe me mjet prerës bashkëshorten e tij, e cila si pasojë e dëmtimeve humbi jetën në vend ngjarje. Ky shtetas pasi mori mjekim në spital për shkak të disa plagëve të marra nga goditjet, u arrestua dhe do të përgjigjet për krimin e rënd përpara drejtësisë shqiptare. Dërsa trupi i pajeti bashkëshortes është dërguar në morgun e spitalit të Tiranës e më pas pritet të tërhiqet nga familjarët e saj, të cilët janë njoftuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara. Në momentin e daljes nga banesa me pranga në duar, autori shihi i mbuluar me gjak. Çifti ndodhej në vendin tonë prej 27 marsit. Pikërisht në këtë datë kanë mbërritur në aeroportin Nën Tereza, ndërsa në fotot e publikuara në rrjetet sociale, ata shkruanin se kishin mbërritur shëndoshë mirë në Tiranë dhe ndollen të ulur në një bar kafe në Rinas. Më pas çifti ka zhvilluar vizita në disa zona të Shqipërisë, në Himar, Tiranë dhe së fundmi në Shkodër, ku edhe ndolli ngjarja e rëndë. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të parë nëse ka patur edhe prezencë të personave të tjerë më herët në banesën ku ndolli krimi.